A është uji thjesht i vetmi që mund të na hidratoj, uji ftohtë, si do ta konsumojmë atë, cilat janë ushqimet, çajrat? Është nga elementet kryesor, por kryesorët janë bashkëtarisht me kriprat minerale. Trupi nuk mund të marrë vetëm një element, por uji është kryesori, patjetër që është kryesori. Dhe sasia e ujit duhet të jetë madhe. Vetëm të kemi kujdes, jo më shumë 300-400 ml të konsumuar në të njëjtën kohë. Jo temperaturë shumë të ftohtë, sepse paralizojmë mërqin, mund të kenë edhe probleme kardiovaskulare deri në probleme edhe të infarkteve, pra jo uji shumë të ftohtë. Por flasim në temperatura ekstreme, ose në kalimi nga temperaturë e ftohtë në temperaturë të ngrohtë apo nga i ngrohti në kondicionor të menjëhershëm, atëherë përse do sjellë probleme në trupin tonë. Por kryesori është destabilizimi i kriprave minerale në trup. Të përdorim tek uji pak krip të zezë, sepse të marrim nivelin e mineraleve, patjetër ne duhet të marrim disa krip të zezë. Pra duhet të marrim krip të zezë pak tek uji që të marrim nivele pak më shumë të elektroliteve, që edhe të ekuilibrojmë nivelin e elektroliteve, edhe marrjen e tyre. Mos harrojmë që uji të paktën, sidomos një peshë, po themi mesatare 80 kg, duhet të konsumojë rreth 2.5-2.8 litra ujë, afërsisht. Po kjo varet nga nxehtësia, temperatura, pesha. Altin, se kemi dëgjuar vazhdimisht që themi konsumoni 2 litra ujë, 3 litra ujë, por ka njerëz që nuk konsumon dojt kaq shumë dhe pin atë ujin me zore, vetëm që ta çojnë aty ku flitet në ato sasi që flitet e ujit, pra në rrjetet sociale apo rekomandimet. Tani konsumimi me zor i ujit na shkarkon këto elektrolitet kur e konsumojmë atë me tepri jashtë peshës tonë, se ju e thatë sapo e përmendët që do konsumojmë në varësi të peshës. Jo vetëm të peshës, por edhe në bazë të aktivitetit, sëmundjeve që kemi, temperaturës, edhe aktivitetit që bëjmë, se dikush që merret me një aktivitet më të madh, do konsumojmë tepër. Një mosha e madhe, pra janë të ndara, nuk ka standard nga kjo deri kaq. Mendohet konsumimi që të jetë 2.5, 3, por varet nga pesha, afërsisht është kjo në bazë të një peshe. Çfarë ndodh nëse do konsumojmë më tepër? Do hollojmë natriumin gjak. Atëre qelizat tona do fillojnë të fryhen. Do sillin problemin e një presioni osmotik, veshka do fillojnë të mbingarkohen, sepse nuk do arrin dot të eliminojnë dot ujin në kohën e duhur. Dhe kështu do fillojnë dëmtimet e tyre. Do humbasim ekuilibrin e elektroliteve sepse do nxirrim nivelin e disa kriprave minerale nga trupi jon. Kështu që nuk është e mirë të konsumojmë ujë, hajde të duam pim ujë. Uji nuk konsumohet vetëm, pra uji nuk merret vetëm nga uji. Uji merret edhe nga perimet, merret edhe nga frutat. Ka njerëz që konsumojnë shumë pak ujë dhe konsumojnë sasi shumë të larta peshë me shkrutar, të cilat ai uji është akoma më i mirë se sa uji që ne pim zakonisht. Patjetër që është shumë herë më i mirë dhe më eficient në trupin tonë. Pra nëse ne konsumojmë përveç shtyre është vetë uji ndërtuar në mënyrë të tillë që është shumë herë më i mirë. Por mesatarisht është llogaritur që një peshë 70 kg duhet të konsumojë diku 2.2-2.5 litra ujë dhe një peshë 80 kg duhet të konsumojë midis 2.4, 2.5 deri në 2.8 litra ujë. Pra mesatarisht po themi gjithmonë, nuk po e themi që është kjo e ndërtuar ashtu si mos e merrni standarde sepse varet në mes të peshës, moshës, aktivitetit, problemeve shëndetësore të tjera që ka.